Fakulteti i Arteve në kuadër të Universitetit të Tetovës ka vjuar me aktivitetet e radhës. Kështu me ftesë të këtij fakulteti, sot në Tetovë ka qëndruar artistja e njohur Zake Prelvukaj, e cila ka zhvilluar një bashkëbisedim me studentët e Fakultetit të Artit në Europe House. Qëllimi i këtij aktiviteti është që të nxjisë dhe fuqizojë dialogun kulturor dhe akademik për studentët. Fakulteti i Artit ka krijuar një platformë për taktikime të këtilla, sepse mendojmë se fuqizon shumë dialogun kulturor, po pse jo edhe akademik, mes figurave të cilët më i kanë kaluar si them kufit kombëtar dhe ndërkombëtar të njohjes, dhe është e mirë që para studentëve tonë të përcjellin si them informata për procesin e tyre krijues, për përvojat e tyre profesionale, si dhe për vizionin e tyre artistik. Artistja Zake Prelvukaj thotë se është kënaqësi që të merr pjesë në këtë bashkëbisedim me studentët e Fakultetit të Universitetit të Tetovës, duke nënvizuar se është me rëndësi që artistët të jenë më të përkushtuar në punën e tyre dhe eksperiencën e tyre jetësore që ta bartin tek të tjerët. Jam sot këtu për një rast të veçantë, jam bashkë me student, me profesor, me audiencë ardashse, dhe kom rastin ta prezentoj kronologjinë e punës time, dhe më thonë me kohë, sepse ne jemi një farë dokumentacioni përmes optikës dhe fizikës që thonë, edhe kështu e curia ime dhe si individ dhe si femen në përkohën, o kanë me rami e ngritje, mirë, po krejt dikush ka ditar të shkruam, na kemi peripetit të cilat i kemi absorbua për me kryua art, me lanë si një arkiv kursi e nama. Edhe kom knasin, i shifni këta përpara, kom me pas naturisht edhe pyetjet të cilat me knasi do t'i pranoj edhe me i vedisu njerës që jeta nuk është shumë e gjatë, jeta është ajo që na e stolisim e qëndisim, edhe pse i kemi ramjet e ngritjet e tona. Edhe ne si artist e tregojmë që ja vlen me zgjedh gjithmonë të mirën e jetë, e mira jetë për mua është kanë aplikimi i çdo momenti artistikisht, me mediume të ndryshme artistike. Është nder dhe kënaqësi që në Universitetin e Tetovës vjen një artiste si Zake Prelvukaj, kështu thot dekani i Fakultetit të Arteve në Universitetin e Tetovës, Senad Abduli. Ai shtoi më tej se bashkëpunimi me universitetet dhe artistët shqiptar është në nivel të mirë. Ky emër na ka bërë që të ndjejmë krenarin si shqiptar, të ndjejmë krenar si pedagog, dhe natyrisht është një nder ta kemi sot para studentëve tanë. Bashkëpunimi i Fakultetit të Arteve me universitetet në rajon gjithmonë ka qenë i mirë. Vazhdojmë të haprojmë në këtë vijë që të sjellim emra të cilët do të këmbejnë përvojat, sidomos me studentët tanë, me që është një prioritet për ngritjen e vlerave tona artistike dhe akademike. Piktoria Zake Prelvukaj, e lindur në vitin 1961, ka shumë çka për të treguar për veten, për artin e saj. Ajo është artiste shqiptare me prejardhje nga Mali i Zi, por që jeton në Kosovë prej fëmijërisë së saj. Zake Prelvukaj është një prej figurave më të rëndësishme të artit pamor bashkëkohor në Kosovë, më gjerë në hapësirat shqiptare dhe jo vetëm. Ajo është pedagoge në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës dhe antare korespondente e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. E njohur për stilin e saj ekspresiv, me temat e guximshme që ka trajtuar, ka arritur të sfidojë normat shoqërore dhe kulturore, duke e përdorur artin si mjet për të ngritur zërin e gruas, për të ekspozuar të vërtetat të ndjeshme dhe për të nxitur reflektim e debat.